Zëreja pritet me caktu tarifat e sakta javën e ardhshme, pra me vendosë se ka mu shpërndo që ky shtrejtim i 16% në mesin e konsumatorëve. Do të më folën ato që kanë thonë Zëreja është rritur rryma për shkak se keku nuk ka prodhu qash sa është zotu në vitin 2024. Absolutisht nuk jemi të befasum për këtij vendimi që është bë 16%, ka mundur të jetë edhe më e madhe. Punëtorët s'kemi qitë për punë. Jo, kam me qitë se duhet me shtrajtu unë tash ofertat e mia për tregun jashtë. Çmimi i energjisë elektrike që u rrit sot për qytetarët e Kosovës prej 16%. Sot është nxit inflacioni. Se kjo nxjerr inflacion, kemi rrëmje të konsumit kemi me pas, kemi rrëmje të investimeve, edhe kemi me pas sfida për politikat e reja ekonomike mi përgatit për të ardhmen.